Sekondat, minutat, orët, ditët, javët, muajt, vitet janë njësit të matjes së kohës, të cilat përcaktojnë zhvillimet e botës gjallë dhe bashkë me to edhe njeriut, përcaktojnë ciklin e rritjes së gjithçkaj. Çdo vit i ri nis me sekondën e parë dhe vazhdon me rritjen e tij normale. Të gjithë ne urojmë, më shumti për një vit të mbar, a thua se ai përcakton mbarësinë e tij. A thua natyra përcakton mbarësinë e saj, a thua gjithçka përcakton mbarësinë e saj. Njerëzit urohen në gjuhë të ndryshme, për nevoja dhe kërkesa ndryshme. A thua se dëshira do t'i plotësojë viti i ri. Me mundësinë kohën e përcaktojnë të ardhmen tonë. Çdo ditë duhet të jetë një hap i realizuar rreth dëshirës së shprehur. E djeshmja dhe e sotmja dihen, e nesërmja përgatitet që mendimin e Zotit të ndodhë. Natyra do të vijojë në zhvillimin e saj. Burimet do të vazhdojnë të prodhojnë ujë nga thellësia e tokës nënë. Lumenjtë do të mbushin liqenet e liqenet detet, kësaj edhe detet oqeanet. Të gjitha së bashku do të vazhdojnë të krijojnë mundësi jetese për krijesat e ujit e bashkë me to dhe njerëzit jetojnë me to. Pra realizimi i një zinxhiri jetësor, gjithçka në emër të vazhdimësisë. Viti i ri është një moment kohor që na vjen për të bërë vepra të mira. Është një mundësi për atë që nuk kemi bërë apo vazhdimësia e asaj që kemi nisur. Le të japim kuptim secili në bazë të mundësive dhe aftësive gjithçkaje që na jep jetë e shëndet. Le të kthehemi ne në mbarësi e shëndet, duke bërë vepra të mira. Nëse secili do të bëj mirë aty ku mundet, me atë që mundet dhe ai sa mundet, edhe viti do të jetë i mbar. Edhe natyra do të jetë e shëndetshme, edhe shëndeti do të jetë i mirë dhe vetë jeta do të rrihet me ritmin e saj të zakontë. Dhe megjitha, jetia hiqen le gjurmët e tua mbi gjithçka. Bëj që gjurmët e tua të jenë të ëmbla dhe ëmbëlsira e tyre të ketë vazhdimsi të prek gjithçka në gjithçka.